Mbrëmje negative për mes fushorin e kombëtares shqiptare Amir Abrashi. 34 vjeçari i cili është edhe kapiteni i Grasshoppersit u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 22 në sfidën ndaj St. Gallen. Një gabim në afërsi të zonës detyroi Abrashin që të shkaktonte faull taktik ndaj sulmuesit kundërshtar teksa gjyqtari e ndëshkoi me karton të kuq pasi kishin të bënin me lojtarin e fundit. Vendasit kishin shënuar në minutën e 16 me Guebles. Edhe pse me 10 lojtar Grasshoppersi arriti të gjente baraspeshën e përkohshme me Kittel në minutën e 35. Ndërkohë në fragmentin e dytë të ndeshjes St. Gallen shënoi edhe 2 gola të tjera me Guebles dhe Witzig në minutën e 58 dhe 66. Këtë sezon Amir Abrashi ka luajtur 22 ndeshje në kampionatin zviceran duke u ndëshkuar 8 herë me karton të verdhë dhe 1 herë me të kuq. 2 ndeshje të tjera i ka luajtur edhe në Kupën e Zvicrës, ndërsa Silvinho e ka grumbulluar rregullisht për ndeshjet e edicionit të kaluar të Ligës së Kombeve.